Zbulohet pija magjike që zvogëlon fryrjen e barkut dhe heq kilogramët. Çaji përbëhet nga mentë dhe xhenxhefil, të cilët zvogëlojnë fryrjen dhe pastrojnë trupin nga toksinat. Pini atë çdo ditë dhe gjithashtu do të ndihmoni në largimin e kilogramëve të tepërt. Mendja është e shkëlqyer për tretjen, parandalon ngrënien e tepërt dhe zvogëlon oreksin. Xhenxhefili nga ana tjetër ndihmon në eliminimin e toksinave nga trupi dhe përshpejton metabolizmin. Përbërësit për një filxhan çaji të mirë janë: një lugë çaji energjik të thatë, një lugë çaji xhenxhefil të copëzuar. Përgatitja: hidhni ujë të nxehtë mbi xhenxhefil dhe energjik, pas 5 minutash e kulloni dhe e pini. Kjo pije është një zgjidhje shumë e mirë për personat që duan të evitojnë gjithashtu fryrjet e barkut dhe të kenë një mundësi më të mirë mbrojtëse për organizmin. Xhenxhefili është një zgjidhje shumë e mirë për personat që vuajnë nga fryrje dhe shqetësime të tjera të stomakut, dhe konsumi i çajit të tij është një zgjidhje e mirë për ju.